Për kur gjë smëdhim të ma shumë shpirti pas për që shqipojnë. Nesër mund me u rreziku edhe një fëmijë. Përmes policisë do të mundohemi të verifikojmë përmes targa të automjeteve. Në vend pa vend duhet me u tut, sepse ne menojmë që duhet me u gjobit. Prishtina prijetimeve dal nga dalë përshëndrohet në showroom të krejt pajisjeve shtëpiake. Ama bash krejt pajisjeve shtëpiake. Të fillu prej banjëve, dushkabina, lavamona, pasqyra, dollapa, karrika, kuzhina, dhomat fjetjes, shtretër, kauça, e të tjera. Nuk e di unë qytetarët apo mendojnë që për vintage, këto art, ose nuk e di se çka po mendojnë. Përndryshe në për tokë edhe në për plot vende ku gjuhen mbeturinat, po shoh edhe pajisje, me të cilat po besoj qytetarët i kanë renovu shtëpitë ose banesat e tyre. Kështu ju mirë që po keni parë me renovu shtëpitë e banesat, po mani bre me i gjujt ç'shto, ani tash po ekziston edhe depo. Prej këto ju ftoj që të ndiqni pamjet, më pas edhe intervistat me zyrtarët komunës si dhe të kompanisë pastrime. Fatkeqësisht është një fenomen shumë i keq. Edhe kohëve të fundit ka qenë në rritje enorme, po ka qenë edhe një fenomen bukur shqetësues se ne kemi ngrit ato shqetësimet tona edhe te institucionet relevante në komunë Prishtinës, në inspekcion, po mbi gjitha edhe në polici, për shkak se kemi pas ato dyshimet tona që një sasi bukur e madhe mbeturina vëllimore inerte nuk kanë qenë mbeturina të cilat kanë qëndruar dikon dhe të njëjtat veç në hedh sot për sot. Po, nga ajo që kemi mrimi është po që fillimisht ato mbeturina kanë qëndru me një deponim dikon. Kanë qenë të stër vjetruara, të pa shfrytzueshme për një kohë shumë gjatë dhe vrej e qartë që kanë ne dikon të baltosme edhe në ambiente tjera të deponuara, thjesht janë ardhur edhe në pjesë të ndryshme të qytetit. Ne kemi ngrit ato shqetësime, kemi ende dyshime që e njëjta ende është duke ndodhur, a është e qëllimshme as është, nuk është në undën tonë me diskutu, kanë mu marrë institucionet tona të cilat edhe veç janë njoftume. Realisht që kjo sasi e mbeturinave, që kjo lloj e mbeturinave nuk është për me u hedh këto. E para, peshini e vështërson mas pari qarkullimin e njerëzve, vetura, po mbi të gjitha e dëmton edhe e pengon punën tonë të cilën ne kemi për me i barë të mbeturinat. Edhe kjo pjesë mune me pa edhe kontinjereve që është i shkatrume dhe i thymë, që fillimisht është thy kur janë fut imagjinone që ky shtrat është tentuar me u fut në kontinjer. Nuk e di mosa që tu i marrë tash tutje komuna sa kanë me rezultat suksesshme, unë besoj që po, sepse jemi duke bërë një ekip bashkë me drejtorinë e shërbimeve publike, të cilat si mekanizëm do të jenë një task force e veçantë ku kemi me shqiptu mos ndaj secilit që kemi informata apo videoinqezime të cilat i shohin duke i hedhë këto mbeturina. Besoj që ka me konë sukses shumë, jemi në baza ditore me drejtorin e shërbime publike në komunikim, tash më fatmirësisht komuna e ka caktuar një lokacion, dhe qytetarët duhet t'i bartin në ato lokacione dhe nëse nuk kanë mundësi me i bart vetë, atëherë duhet na kontaktojnë neve ose ndërmarrin tjetër gjelbërt, siç e kanë njoftuar edhe kryetari i komunës së Prishtinës përmes një statusi publik. Ne në vazhdimsi qesim numrat, ne vazhdimsi jemi të gatshëm për me e kry këtë shërbim. Ne jemi duke kry këtë shërbim, keni mujtë me po në shumicën e pjesëve të qytetit, nuk kemi sasi të kësaj mbeturina, sepse në bazë aditore po i largojnë. Mirë po, kjo zonë ku jena këto është një zonë pak ma e msheft në qytet dhe po e shfrytëzojnë, po e keq përdorin pozicionin e kësaj pjese dhe po e hedhin mbeturinat në mënyrë që me pas sa ma pak rrezik me u popi dikujt ose me u incizu prej. Mesazhi jonë është t'i ndjekin hapat, t'i dërgojnë në deponin e cila është përcaktuar dhe mos t'i keq përdorin vendet e ndryshme të qytetarëve, sepse ky vend është vend në mesin
po e marr shembull këto, në mesin e një banimi bukur të madh, edhe nesër mund me u rreziku edhe një fëmijë pe kësaj sasi e mbeturina. Petre që shku marrë vesh unë, zakonisht qytetarët dalin natën vonë nëse kur është fest, me i gjujtë qëto mbeturinat e mdhaja, që se kanë vendin këtu. A keni ndaj farë plani? Saktë, edhe na menojmë edhe i kemi informata që në mos të madhe gjuhën atë kohë kur qyteti është më i qetë edhe nuk ka qarkullim njerëzve, që janë orët e mëngjesit, hershmet ose orët e vonshme. Ne nga kjo javë kemi bën një ekip përbashkët, të cilën do të punojnë 24 orë dhe do t'i ndjekin të gjitha edhe pikat më të thella të qytetit. Ne kemi atë kontrollën tonë interne, të cilën bazuar edhe në rregullorën për mbeturina, ne kemi të drejtë me përcjell, me identifiku dhe për të njëjtat me i dërgu në inspekcion komunal dhe të njëjtat kemi me i dërgu në inspekcion dhe të njëjtit kanë me u gjobit. Sepse nuk do të lejojmë. Po dashka me utut, kushtimisht këta që e bojnë... Realisht, qytetarë s'ka nevojë me utut, po ata që menojnë me i gjujt kështu në mënyrë të orkestrume ose edhe të në vend pa vend, duhet me utut, sepse ne menojmë që duhet me u gjobit, edhe ka me pas gjoba. Nuk do t'i lëshojmë as një, sa i përket nëse o nevoja në 3 natës, sepse ne kemi ekipën, i kemi aktiv, të njëjtit vetëm i kemi autorizuar edhe me një detyrë shtesë të cilën do t'a bëjnë përcjellje pik për pik. Ne si drejtoria e inspeksionit, tash java e 3 që po fillojmë, jemi me ekipe në terren, dikon 5 ekipe vazhdimisht në terren, të cilët janë të marrë në inspektim të gjitha hapësirave publike në kryeqytet, duke përfshi edhe fshatrat, duke i kontrollu se mos kemi ndonjë hudhës ilegal të këtyne mbeturinave, përfshi inertë, mbeturina ambistri ose të tjera. Ka ndo që e kemi hasë, kemi zhvillu procedura ndaj tyre, duke apliku gjoba dhe në kësisht duke orientu në deponin që është nga komuna e Prishtinës tani më, edhe ku kanë mundësi t'i deponojnë atje, në mënyrë që përmes kësaj deponie të dërgohen në deponinë e Mirashit. A ndodh që nuk e din? Në fillim të aksionit, shumë qytetarë, shumë bartës këtyne materialeve nuk kanë pas një uri se ka qenë kjo. Mirë po përmes njoftimit publik nga ana e komunës Prishtinës, përmes inspektimeve në terren, numri është në ranje, vrejet dukshëm edhe hapësirat për rreth kontinjerëve, po dhe hapësirat gjelbrusjen më të pastra. Aksionet janë duke vazhdu, unë shpresoj shumë që edhe qytetarët do ta mirëkuptojnë këtë aksion, edhe do të kemi më pak mbeturina, më pak deponi e kështu me radhë. Ne do t'i verifikojmë të gjitha ata, se disa po shfrytëzojnë jashtorari kur nuk kemi mbulueshmëri me inspektor, gjatë ditëve të festave. Mirë po, përmes policisë do të mundohemi të verifikojmë përmes targa të automjeteve dhe të bim deri te këta hudhës ilegal dhe ndaj tyre do të aplikojmë gjoba. Gjithsesi, unë ju bëj thirrje që të respektojmë vendimet e kryetarit, të kemi më pak gjoba, të kemi ambiente më të pastër.